18 maj. Favor dhe furnizim. Atëherë Ruthi u shtri për dhe, duke rënë përmbys me fytyrën për tokë dhe I tha: "Për çfarë arsyeje kam gjetur kaq hir në sytë tu, sa ti të kujdesesh për mua që jam një e huaj?" Ruthi 2:10. Vetëm një zemër që e di se është e padenjë për hirin, do të mahnitet siç duhet kur ta marrë atë. Ruthi ishte punëtore e palodhur. Në shumë mënyra, ndërsa mblidhte kallinj pas punëtorëve në arën e Boazit, ajo ilustron nxitjen e mëvonshme të apostullit Paul drejtuar Selanikasve. Ta keni si ambicie që të jetoni qetësisht dhe të merreni me punët tuaja dhe të punoni me vetë duart tuaja, me qëllim që të ecni me dinjitet ndaj të jashtëmëve dhe të mos keni nevojë për asgjë. 1 Selanikasve 4, 11 deri në 12. Pavarësisht se ishte e ve në një vend të huaj, me një vjehër të ve, Ruthi nuk qëndroi duar kryq, duke I ardhur keq për veten dhe duke pritur për ndonjë ndërhyrje dramatike. Përkundrazi, ajo shfrytëzoi mundësinë që I ishte dhënë, të shkonte në fusha për të mbledhur kallinjtë e lënë pas, për të ushqyer veten dhe Naomin. Ajo jo vetëm që mori përgjegjësinë për të siguruar, por gjithashtu ju afrua detyrës së saj, e cila ishte e mbushur me orë të gjata dhe pak pushime, me një etik të fortë pune dhe me këmbgulje. Ruthi 2:7. Në të gjitha këto gjëra, Ruthi as nuk këmbguli që të vijë e re dhe as nuk mendonte se meritonte favorin. Në vend që ta përgësonte veten për përpjekjet e saj, ose të merrte meritën që vendosi të punonte në arën e Boazit, ajo e konsideroi mundin e saj thjesht si detyrë. Prandaj, kur Boazi e favorizoi dhe e bekoi, Ruthi 2:8 deri në 9, ajo reagoi me mahnitje dhe mirënjohje. Ajo e dinte se nuk meritonte asgjë prej tij dhe kështu e pranoi atë si dhuratë. Përulësia dhe mirënjohja flen në të njëjtin shtrat. Një zemër mos mirënjohëse shoqërohet me krenarin, kurse një zemër e përulur do të jetë gjithmonë mirënjohëse. Favori dhe mbrojtja e Boazit paratregojnë favorin dhe mbrojtjen e përjetshme që na ofron Perëndia nëpërmjet pasardhësit më të madh të Boazit, Jezu Krishtit. Ashtu si Ruthi, edhe ne mund të përulemi teksa shohim jonat e historisë sonë të përjetshme në historinë e saj. Ndërsa Boazi I ofron Ruthit ujë dhe ushqim, Ruthi 2:9 dhe 14, ne mund të shohim fytyrat e tyre që shndërrohen në fytyrat të një burri dhe të një gruaje tjetër, të Jezusit dhe të një gruaje të një pus në Samari, ku biri I Perëndisë I ofroi ujë të përjetshëm që do të shuante etjen e saj frymërore. Gjoni 4, 1 deri në 45. Atë ditë, Boazi I plotësoi nevojat fizike të Ruthit. Krishti e plotëson përjetësisht çdo nevojë tonën. Ai është uji I gjallë dhe buka e jetës për të gjithë ne. Për çfarë arsyeje kam gjetur kaq hir në sytë tu, sa ti të kujdesesh për mua që jam një e huaj? E njëjta pyetje duhet të jetë rregullisht mbi buzët tona. Zoti Jezus, pse kam gjetur hir në sytë tu, sa ti të më duash mua që jam një mëkatar? Përgjigja është e thjeshtë. Hiri. Pavarësisht se çfarë mund të bëjmë për familjet tona, kishat tona dhe Zotin ton, ne jemi favorizuar nga Perëndia vetëm dhe gjithmonë për hiri të pastër nga ana e Tij. Ju nuk keni asnjë të drejtë tjetër dhe nuk keni nevojë për të tillë. Për shkak të furnizimit të hirshëm të Perëndisë, ju mund të këndoni: "Në Krisht qëndroj, është shkëmbitër, se dheu tjetër është veçrër." Le të këndoj zemra jote sot, e mahnitur nga hiri që ke marrë.